Po të marrë mirë telefon, Ledjo? Apo kërë kam mëndi Samirit ai me gjithë të probleme që ka ai? Ta provoj mirë? Bo, unë kam kohë pa full me Samirin, në fakt. Kam shumë kohë, që u marrë dhe emision atëherë, si kam takuar më. Ta provoj mirë? Ledjo, mos t'i deferon që mos bën zhurmë? Akoma jo. Më thuaj që se bën zhurmë, ha? A më vlam. Samir, si e Arian Çani shqetëson? Si e më bërë? Samir, digjo, po të marrë live, jam në emision. Qa bërë? Mirë, si e ti? Mirë. Ujë, tjone. Falenderi, Samir. Digjo, a di pse të mora? Pa më tuaj. Kam një këngëtare këtu, një vajzë i quhet Gugu, është vajzë e famshme, ka bërë emër, është këngëtare re, po është e njohur në publik. Dhe sukses e thot Samiri. Faleminderit. Dhe po më thot Samir, në fakt po më thot për herë dytë, po unë harroj ti e di që memoria ime është se po e pyes, po i them çka ke qef të bësh, se s'ka bërë shkollë me lart, më thot, unë thot e kam pasion të bëhem policie, thot, të hym polici, të hym polici. E unë i thash, po pse s'konkuron te Akademia e Renit, kështu nuk e di, thot, ka dhe një shkollë tjetër private. Tani unë duhet të pyesja, ka shkollë private për të bërë polic? Jo. Nuk ka. Shkon Gugu. Shumë Akademia e Sigurisë, që është shumë e lartë. Si quhet Akademia e Sigurisë? Këngëtarja ka dy mundësi. Këngëtarja ka dy mundësi, thot. Ose të konkuroj në Akademinë e Sigurisë në kursin një vjeçar dhe dali policie patrull. Po? Ose të konkuroj në Akademinë e Sigurisë që është Universiteti i Lartë, që është 3 vjet, dhe bëhet inspektor tribitesh, pra hetuese. Ajo, është. Hetuese ka qef. Hetuese ka qef të bëhet kjo Sami. Kjo e dyta e ka qef. Të dytën ka qef. Konkursi hapet në fund të shtatorit, që i uroj suksese. Po një sekond, ka bariera, është e vështirë për të konkuruar? Varet nga arsimimi i këngëtarës, unë nuk e di çka ka bërë më parë, nuk e di çka shkollë ka, nëse fiton konkursin, është në aftësi dhe merit. Shkollë e mesme ka? Po, nëse ka studiuar mirë, i di që ta fitoj konkursin. E kuptove, Gugu? Po. Zotë Ministrë, falenderoj, para se ti ikësh, më thuaj si janë punët, si po shkojnë punët? Shumë mirë. Janë mirë. Fakti që dhe këngëtarët do të bëhet punoj se policia, do thotë që qytetarët kanë besim të policia. E di e do shfryzoj dhe këtë moment telefonik për të bërë pak propagandë sa i matje. O Samir, dëgjo, të kam parë të qetë gjithë të kohë, gjithë të gjëra po dalin, pa e që e madhe fare, kur të pash foto që shkon me deputetët e fotot e ajo, të ato të kanabisit e është e perë fare, blak. E kujt ishte ideja? Mund të vish, je ishtuar. E kujt ishte ideja, parë zotin, se jam shumë kurios. Mund të të shtoj që dhe disa sakrifisat që kanë punojnë të policisë. Të shkosh në Maja Mali për të shkatruar kanabis është sakrifisave. Qartë me qartë. E kuptova. Mund të vish, edhe këngëtarja mund vi. Edhe këngëtarja. Amir, qose vjen dhe këngëtarja, se Amir do vi me qef. Ta marrin vesh çfarë sakrifisat ka policia. Dakord. Samir, të falenderoj që më hape telefonin. Edhe gjithsesi për i gjena në ndihmove që universitet privat për policinë nuk kanë, sepse Gugu për një moment u trasha kur e dëgjova që pas ka universitet privat për të bërë detektiv. Mund të ketë qenë para 13. Dakord. Opa. Dëgjohemi Samir, falenderit. Hajde, gjithë mirë. Ciao.